Prej disa ditësh, rrjetet sociale dhe mediat online janë pushtuar nga një moment i pazakont mes presidentit francez Emmanuel Macron dhe bashkëshortes së tij Brigitte. Në një video që është bërë virale, Brigitte duket se godet në fytyrë presidentin. Ngjarja ndodhi në aeroportin e Hanoit, në nisje të turneut aziatik të Macron. Në video shihet momenti kur dera e avionit hapet dhe presidenti ende ndodhet brenda. Papritur ai merr një gjuajtje të lehtë në fytyrë nga Brigitte. Macron tentoi ta zbusë situatën me një koment për gazetarët. Po ngacmohesha e po bëja shaka me bashkëshorten time, por videoja është kthyer në një lloj katastrofe gjeoplanetare. Në një botë si kjo ku jetojmë, nuk kemi kohë për të humbur me tema të tilla, tha ai. Për të verifikuar nëse kjo ishte vërtet një shaka, portali Express kërkoi ndihmën e një eksperti të leximit të buzëve. Ndërsa dera e avionit hapet, shihet presidenti Macron duke u kthyer nga Brigitte. Në një moment të papritur, ajo është shtyr në fytyrë. Kur kupton se dera tashmë është hapur dhe stafi po i shikon, Macron duket në siklet dhe ngret dorën me një përshëndetje të sforcuar. Bonjour, tha eksperti për Express. Sipas tij, Macron përpoq të përmirësonte atmosferën duke i zgjatur dorën bashkëshortes së tij, por ajo nuk pranoi. Kur arri në majtë të shkallëve të avionit, situata bëhet edhe më e ftohtë. Ai zgjati dorën, por ajo e injoron dhe mbahet në parmak. Teksa kalon pranë tij, duket se mërmërit. Espèce de loser. Që përkthehet, largohu humbës i mjerë, pretendon eksperti. Macron më pas, sipas leximit të buzëve, i drejtohet me fjalët: "E se njo si të ple", që në shqip do të thotë: "Të përpiqemi, të lutem". Përgjigjja e Brigitte është e shkurtër: "Jo". Ndërkohë presidenti e përfundon bisedën me një shprehje fytyre të përmbajtur dhe fjalët "Je vois", që përkthehet "E kuptoj". E pra, kjo ishte një nga ngjarjet të cilat kanë mbajtur pezull vëmendjen e opinionit publik planetar, siç e tha përsëris, po citoj fjalët e Emmanuel Macronit, për arsye sepse ndonjëherë një shpull flet më shumë ose të rriq vëmendjen më shumë se sa mira fjalë, mira diskutime, mira betime apo premtime. Në fakt nuk është e drejtë kjo gjë, sepse Macron ka një karrierë të jashtëzakonshme dhe nuk mundet me një gjest një sekondësh ti të lexosh ose të bësh sikur lexon gjithë prapaskenën e jetës tij, karrierës tij etj. Por nga ana tjetër mendoj që kjo është një sprovë, paktën për Francën, që është një shoqëri demokratike solide. Pse? E para, Macron nuk i ktheu dorë. Një burr shqiptar ose një burr nga një vend, po themi, jo, ne jemi demokracisë, po në vende jo dhaj demokratike, do ishte për turp që burri hëngi shpullën dhe nuk i ktheu dorën gruas. Një. E dyta, po sikur ishte Macron që godiste Brigitte, duke për shaka, që do thoshin njerëzit. Dhe sigurisht do kishte një Macron drejtorëqes. Dhe e treta, po sikur, si thua, kishte ai duke i gjuetur asaj. Pa jo duke i thyer dorë, por duke i gjuetur. Pra do thonim që ky është fundi. Një president i Francës rrek gruan. Dhe pastaj thonë që jetojmë në një shoqëri maskiliste. Thonë. Nuk e dim se çfarë çështje është. Nëse për ta zhdramatizuar e mbylla këtë gjysmë monologun tim me këtë batut, jam për ta zbërthyer këtë situatë me Enika Abazin, ekspert e marrëdhënieve ndërkombëtare, por një nga frankofonët më të mira që unë njoh. Mirë se erdhe dhe mirë mbrëma. Përshëndetje, mirë mbrëma. Lart Vasili, mirë mbrëma. Mirë se erdhe Lart, ti je marrë me makronologji për shumë vitesh. Kujtohet që kur na refuzoi për antarësimin. Po tani është një Macron tjetër. Macron mik i shqiptarëve dhe mik i... Ndoshta prandaj ha shpulla se është bërë mik me shqiptarët. Ndoshta. Nga ana psikologjike do ta trajtojmë këtë me Aurela Galdion, psikologe, më mbrëma Aurela. Mirë se ju gjej. Mirë se erdhe. Një pyetje fresh, po sikur po themi ti kthente dorë Macroni, si të quaj kjo gjë? Do kishte ndodhur hataja, është e sigurt, patjetër. Po kishte Macroni që kapi duke goditur Brigittën? Ata më e madhe akoma. Shumë më e madhe. Ata e shoqëri maskiliste apo shoqëri... Në fakt,
jemi shoqëri maskiliste. Si që jemi maskiliste? Po jemi. Kur bët skandal, kur... Dëgjo, unë mendoj që ky lajm ka prekur ose po themi ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik për shkak se shumica e njerëzit me pushtet, duke qenë se i shikojnë shumë të lartë të arritur, me shumë aksese, me më shumë mundësira, automatikisht mendojnë se edhe jeta familjare, personale, marrëdhënia në çift duhet të jetë e shkëlqyer. Në fakt, pavarësisht reputacionit, statusit, në thelb, marrëdhëniet familjare dhe raportet kanë thuajse të njëjta dinamika, si në ato familje... Pavarësisht se kush je president, mbret, apo dikush tjetër. Dakor, faleminderit. Rita Boshiku me mbrëma, nëse erdhe në 360 gradë, po dhe jenit si e gjukon në qoftë se Macron do të kthente dorë, B, të kapshim në flagrans Macronin duke goditur Brigittën. Që do ndodhte? Karriera ti të kështë marrë fund? Po, letëthimi shoqatat e grave, feministet e devotshme dhe gjithçka që do të lidhe me dhunën në familje, kundër gruas e gjithçka do të amplifikohet në mënyrë, letëthimi, geoplanetare, për e rimarrë dhe unë. Nuk është i kureu se kjo për Laertin që kërkon të martohet? Laertit këtë kujdes për këtë gruazjef. Si, po për te kësaj kuptohet që e par nga këndvështrimi tjetër një burr për shumë karakteristika fizike që ka, do të ishte papranueshme që të godasi një grua pikërisht për çështjen e forcës fizike. Do ishte dhunë familje për dyshim, diskutohet direkt. Flasim për presidentin e Francës, nuk flasim për... Përveç se thot Aurela kështu, është Emmanuel Macron. Nuk mund ta disocojmë emrin nga posi shumë i lartë që ka marrë me zgjedhje, se nuk se dhe ka falë baba. Do t'ishte njësër gjëra që do t'lidheshin dhe pastaj, ajo që do t'ishte apoteoza finale është presidenti i Francës që guxon të bëj këtë, shembulli një France të emancipuar që nuk qenë ka e tillë, dhe figura e një politikani me shumë pushtet vendimarrës deri në luftë. Se nuk ka ndodhur këto dy veprime, kthimi i dorës. E ka menaxhuar shumë mirë. Apo kthimi i dorës nga Macron, apo fotografimi Macron duke goditur atë, ja vlen të jetosh në Paris e në Francë. Dëgjoj mua. Është vendi më demokratik në botë. Atëherë, ma përshkruaj pak. Çfarë ndodhi, si ndodhi në jehonën politike në rrjetet sociale në ambientet franceze e parisiane? Tani, fillimi të rajtimit këtu që i dhunës familjare, ky, si thuash, edhe në Francë është një problem shumë i rëndësishëm dhe ka pasur politikanë të cilët janë, si thuash, atakuar përpara drejtësisë në lidhje me dhunën që kanë ushtruar në familje. Kjo do të ishte një... Janë shkëmbyer, si thua, të dy palët kanë qenë fajtor në një farë mënyrë. Pse ka zakonta francezë që njëri me njëri tjetër? Po e kanë tani nuk mund të quhen që janë specie të cilat janë për te çdo niveli. Se pas kanë dorë. Ka dhe që kanë dorë dhe këto janë, si thua, bërë një debat i madh publik. Megjithatë unë nuk do ndalesha te kjo pjesë, sepse bashkohem me parafolsin që problemet familjare janë ato që janë. Diskutimet më të mëdhaja janë bërë me post ngjarjen dhe pikërisht me faktin që përse Elizeja vetë në deklaratën që dha për shtypin ishte që kjo nuk është e vërtetë, është një produksion i inteligjencës artificiale. Shoh që kam Klara në lidhje, më mbroma Klara. Më dëgjon? Më mbroma, mirë se erdhe. Faleminderit. Atë besoj je e sintonizuar me temën dhe me... Okej, të mbaroj Enika dhe të habi një fjalë ty, po? Problemi më i madh ishte që përse Elizea bëri një deklaratë të tillë ku u vërejtën dy elemente. Elementi i parë që ky është një prodhim i inteligjencës artificiale dhe mbrapa këtij prodhimi janë rusët të cilët duan të krijojnë një atmosferë mosbesimi, pasigurie dhe një sër fenomenesh të tjera rreth presidentit francez, rreth Francës e tjerë me radhë. Dhe pikërisht në këtë moment gabimi i dytë ishte që një president i një republike kaq të madhe
më thënë sa që është edhe Franca, del tani që ta përgënjeshtroj vetë, që po jo ishte vërtet, po ne po bënim shaka pak më të dhunshme se sa mund të imagjinohet, gjë që është vlerësuar si një overreaction, një mbi reagim, pasi ai mund talente që të kalonte dhe brenda një ditësh ajo do të haroheshte dhe do ngeleshte në kuadrin e po bënin hoka, po bënin shaka, e shtyu, se shtyu dhe do mbaronte, ndërsa ngjarja u zgjat më shumë se sa duhet, duke krijuar një situatë të vështirë. Në fakt, unë e mikuptoj të reagimin e Elizeut, do të edhe punë që nuk jam dakord me atë analizë po ti, po tonë e shpejtësia e përhapjes së ngjarjes sot me rrjetet sociale është e frikshme, do të thonë, ndodhi në Vietnam, dhe asnjë nuk e dinte që Macroni kishte shkuar për vizitë në Hanoi, pra në kryeqytetin e Vietnam periudhë. Ndodhi aty, duke zbrit nga aeroplani, ndodhi e gjë dhe pastaj u përhap si virus të gjithë botën. Po kjo tani është, nuk është në një çudi se ndodhi për të ai ka qenë në Vietnam, kur ky zëdhën si shtypit në Elize, mund ta ketë bërë me kokë vetë apo pyet presidenti. Si është rregulli? Po duhet ta pyesi presidenti. Në rastin konkret nuk e ka pyetur presidentin, ka marrë një vendim. Ja pyesim një gazetare ka marrë një vendim vetë. Ti si ke qenë gazetare në Radio France International. Tani e pa një si e gjykon këtë që ndodhi dhe dyta e rëndon kjo situatën e Macronit apo lartëson figurën e Brigittës? Do më thënë, pyetja është nëse është avantazh apo dizavantazh për Macronin kjo? Se kuptova. Kjo është pyetja? Avantazh apo dizavantazh për Macronin, thotë? Jo, avantazh i Brigittës dhe dizavantazh i Macronit. Kjo nuk është avantazh për askën, sepse të duhet mos kishte ndodhur, por sigurisht e ka marrë për masa më të mëdha se sa mundi thonë, siç e thanë dhe ju është ishte kohë dhe të ndjekur çfarë tha Elika, është e vërtet që reagimi i Elizes nuk ka qenë shumë profesional. Bile gjatë gjithë kësaj periudhe Macroni është kritikuar se ka rreth vetes një ekip jo shumë performant, jo shumë të aftë. Edhe këto gabimesh nuk mendoj se i bën ai, po i bën njerëzit që janë rreth tij. Pastaj nëse duhet të diskutojmë gestin, ne diskutojmë data, po më duket se ju përgjigja pyetjes. Okej, po sipas leximit të buzëve që ka bërë Gazeta Express, ai ka thënë je një humbës. Tani si mund të thotë një grua burrit, pavarësisht diferencave, por çon si ka, e kanë zgjedhur vetë jena shumë, kur është zgjedhur dyer presidenti i Francës. Pra imagjino çdo bëjnë burrat e tjerë që janë president të Francës, çfarë do thotë gruaja? Që ai është presidenti i Francës, dy është bosi i Elizeut dhe ai thotë je humbës. Për çfarë fitore ka fjalën ndoshta Brigitta? Shiko, është një çik ka spekulime mbi këtë, sepse fjalë për fjalë, siç e kanë lexuar, ajo mendohet se i ka thënë éloigne-toi nable. Traduction, s'il vous plaît, nuk e kuptojmë për popullin dhe për... Ma e përthe pak. Kjo mund të përthet edhe humbës, edhe minablës se të themi humbës e ka përfshyer anglezët, po nuk është humbës, është minablë mund të thuash edhe një njeriu me shaka që këtë që në trendës, këtë që po thënë është burallik, ose... Burallik, su, i lehtë. Jo burallik, minablë, do më thënë, i lehtë. E një ka si të rezultatë? Do më thënë, edhe legjimi i buzëve, nuk mund të jetë 100% i saktë. Dakord, edhe ne po analizojmë edhe po spekulojmë mbi diçka që mund të ketë thënë. Ose dhe fakti po shumë që u përdorë që ja hoqim me shpull. Në fakt, po ta shofësh me hollësi, nuk është vërtet një shpull, ajo e shtyn me të dyra duart.
Dhe shpesher mund të merret edhe si mbrojtje kur dikush të afrohet më afër se sa duhet në një moment që ti nuk e ndjen këtë, ti e largon me të duar. Tani na hape një pistë të re, domethënë ajo po mbrojë nga sulmi i padukshëm i Macronit. Po ne e shikonim Macronin që ma e një atë, e shikonim që s'ishte afruar ndaj shumë. Goditja është pak më e fortë se sa duhet. Po e kuptoj. Ose ai është më i lehtë dhe sa mbati dot se është peshe lehtë, është elegant. Po, të gjitha këto që po diskutojnë janë, të gjitha këto janë spekulime. Por, mbas 16 orësh udhtim, po të kemi parasysh që njerëzit edhe janë të frustruar, dhe faktin që Brigitte Macron është një specialiste në komunikim. Mundet që të mos ke qenë dakord me vendime që i ka marrë presidenti, sepse presidenti dhe ekipi i tij kanë të drejtë sigurisht që të marrin vendimet e tyre pa e konsultuar Brigidën. Po shpeshherë kur e shikon që ish nxënësi i dikurshëm po ndërmerr një veprim të gabuar, është pak e vështirë që të mos reagojë. Pra presidentja e vërtetë është ajo. Okej, ta një sekond, dalo pak dhe vazhdojmë bashkëbisedimin. Lart. Shiko, unë shikoj. Gjithë në thoni shiko. Apo ka shime këtë, shiko. është fjallë parazitare. Jo, mund tjetë paramilitare. Po, sepse bëhet fjallë për luftën. Edhe në fregjisë, kështu thuat. Po. Shiko, e ka njohur kur ishte 15 vjeç Brigitte Nikolasin e vogël. 15. Ishte shumë i brisht atëherë. Emanuel, po, pse Nikolas? Ne, po se është dhe Sarkozy që kishte këca hallet të tjera me Carla Brunin, prandaj. E ka trojë me Emanuel quhet. E di. Tani, e ka njohur kishte 15 vjeç. Po sepse ëndra e tij ishte të bëjë një Nicolas Sarkozy, po e dihet ky muhabet. Vetëm që Macron bëri një gabim, domethënë në vend të zgjidhte një Carla Bruni, një njeri të medias, modele që do ngeli te zysha e tij. Zysha tani ishte 24 vjet më e madhe. Dihet që respekti për zyshën nuk ikën kurrë. Kështu që pranohet shpullat, do një trekje kështu dhe barsetave, favoritave, është shumë e pranueshme. Unë për mendimin tim tha Enida Qpar që më fal, Aurela tha Qpar jetojnë shoqëri maskiliste, po ta kishte bërë Macroni këtë me Brigittën do ishte bërë nami. Ashtu si po ju kujtohet ajo që ndodhi me Bill Clinton, me Monica Lewinsky, siç e pat Hillary Clinton vazhdoi karrierën vetëm nga ajo çështje. Që t'jemi të saktë. Nëse s'do kishte ndodhur ajo, dy njollat e Monica Lewinsky të Bill Clinton nuk do. Pra, sa më lart të ngrihemi, shoqëria është shumë tepër feministe se sa është maskiliste. Maskiliste është në shtresat më rurale të shoqërisë. Mos ka qenë gjithmonë kështu, thua dhe mendoj që kështu ka qenë gjithmonë. Kështu për para fryje, kështu për ka mbrapa të... Jo. Shiko, sa më tepër edukohet njeriu, kupton rëndësinë e femrës në shoqëri, transcendencën që ka nëpërmjet saj me hyjnoren, sepse ajo sjell fëmijë në botë, nëpërmjet Zotit, kështu që i pranohet gjithçka. Dhe Emanuel i vogël nuk ka që bëni shkreti, ishte 15, si që thash, pranoj të martohej me të pas në 2007. Nuk e rëmbyen në dashuria në martohej. Jo, po prindrit e larguan. Ka një detaj, prindrit e kanë larguar për t'ju shkëputur kësaj lidhje dhe ende në Francë të na ndihmoj zonja që është shumë e mirë informuar se unë, se në Francë ende nuk është trajtuar a ka pat marrëdhënie Brigitte, 39 vjeç, mësuese e letërsisë dhe e dramës, se është mësuese e letërsisë dhe e dramës. Pra, i ka mësuar dhe teatrin Emmanuel Macronit. Pra, e ka mësuar të jetë dhe aktor. Ishte martuar me 3 fëmijë. Ndau bashkëshortin dhe u martua me të 10 vjet pasi e njohej. Kështu që jo, më tepër, 15 vjet pas njohjes tyre. Nuk është trajtuar ende në Francë nëse në moshën 15 vjeç ajo ka pat marrëdhënie me të miturin.
Nuk ka pas. Nuk ka pat, Nuk ka pasur? dakord? Ne nuk kemi nga ta dim këtë. Jo, as atë. Se përderisa nuk është Edhe shtypi nuk ka nga ta dim, që se deklaron njeri. Përderisa nuk është Po, trajtuar. Klara? Të interesuarit kanë thënë shprej njës që nuk kanë pasur marrëdhënie. Nuk kanë pasur, të Në interesuar. atë moshë. Dhe unë e besojnë, në fakt, sepse është suggestion. Tani, mbarova i vure Po, pikë? po, dakord, po. Jo, ti nuk i vure pikë pyetje. Është pikpresje, pikpresje është. Me gjitha të, unë them që jo çdo e keqe vjen për keq. A është sot Franca më demokratike se dje? Sepse Macroni gjithsesi hëngë një shpull, nuk ja ktheu dorë dhe nuk u fotografua presidentin Francës duke goditur të shoqen. Si e mendoni Nika? Tani, Franca ka qenë gjithmonë një shoqëri liberale, e cila nuk është ndikuar fare nga problematika të tilla që bëjnë bujë të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për shembull ekzistenta e një, të themi, eskorte të presidentit, me të cilën ai mund të ketë dhe një fëmijë, siç ishte për shembull rasti i Mitterrandit. Unë në 94 kam kaluar një vit në Francë dhe kur e dëgjova që në vizitën e tij zyrtare në Japoni, më duket, ai shkon me vajzën të cilën e kishte me një grua që nuk ishte gruaja ledi e parë e Francës. Po pse ishte eskorta apo ishte një dashur sekrete? E dashur. Po se e the eskort, pse dashur sekrete quhen gjithë eskorta, a? Tani, varet. Po nuk ka rëndësi e bëmë shoqëruse, vajtanë frëngjisht, shoqëruse. 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 Unë e di që ka qenë një dashuri e madhe që kështu, pa eskort. Problemi, nuk ka në një rëndësi ka që ai pati një fëmijë me të, një vajzë e cila u rit, dhe ai në momentin që e prezantoi përpara shoqërisë franceze, e mori dhe në udhëtim në Japoni duke prezantuar si vajzën e tij. Mua më bëri shumë përshtypje duke ditur dhe reagimet amerikane për një figurë puritaniste të presidentëve të cilët nuk duhet të kenë marrëdhënie jashtëmartësore të tjera me radhë. Po edhe ata diskutonin, qeshnin, shkëmbenin në gjatë orarit të drekës. Edhe i tha, po e çfarë ka, ai ishte njeri si gjithë të tjerët, pse kujtoni juve që ne nuk e dim që dhe në Boulevard de Capucin, ai ka pas në katin e dytë, në një kafe të famshëm franceze, një vend ku shkonte dhe takonte, jo vetëm këtë të dashur, po edhe të tjera, e kështu me radhë, dhe për ne biles, në qoftë se do ta konsideronim. Mitterrand takonte vetëm femra apo dhe një shok? Tani nuk po i hyn këtyre sapeve, sepse flasin dhe për dikë që nuk jeton më. Por ishte ideja që pse mendon që ne duhet ta bëjmë problem, më thanë mua, në qoftë se kjo do të ishte një arsye për t'i vendosur kushte presidentit për të reaguar apo për të marrë politika të cilat nuk do të ishin në favor të vendit, por do të ishin në presionin e si thua e zbulimit të aferave që ai ka, ndërkohë që si qytetar të lirë dhe neve kemi marrëdhënie të tilla, jemi të hapur, mund të ndërtosh, sigurisht në Shqipëri kanë hyrë tani martesat e hapura, e të tjera, domethënë koncepte liberale, kështu që në Francë kjo nuk konsiderohet ndonjë problem, ku flasim, po që historikisht flasim letërsinë franceze e liberalizmit të gjithë formave deri nga më ekstremet aty është e Manezha Trois, domethënë menaxhimi i marrëdhënieve ndërmjet tre vetave, është shumë e lashtë si thua ti dhe është një gjë pothuajse mos e normale. Melange Trois, po diet. Po mirë, po nuk kemi këtu, jemi tek jemi te një kod i moralitetit brenda një çifti. Pra, një kod i moralitetit brenda çiftit presidencial është quintessencë e moralitetit të një shoqërie të tërë. Problemi është... Në këtë rast, unë them që Macroni tu del shumë mirë. Problemi është që në Shqipëri konsiderohet imoralitet. Unë them që Macroni del shumë mirë tu. Del një gentleman. Macroni është ai burri që e ka dashuruar vërtet Brigidën dhe në fakt, duke marrë parasysh edhe vetë jetën e Macron dhe bashkëtesën me bashkëshorten e tij, të mos harrojmë se ajo ka qenë një nga mentoret
më të mirat të karrierës së tij dhe vetë ja besoj se që 15 vjet shumë e mirë. Tani, sigurisht në jetën e tij politike, ai ka pasur edhe këshilltar të tjerë, por rolin kryesor e ka bashkëshortja e vet që ka ndjekur që nga mosha e hershme që ja ka situash e ka iluminuar atë dhe ka ndriçuar jetën e tij intelektuale, zgjedhjet e tij që nga momenti kur edhe i ka dhënë mësimet e letërsisë edhe sigurisht të dramës e teatrit. Kështu që sjellja e tij dhe ruajtja e emocioneve, qëndrueshmëria, përmbajtja emocionale tregon patjetër respektin që ai ka për figurën e saj edhe për bashkëtesën e saj, jo vetëm për marrëdhëniet të çift, por edhe në jetën intelektuale dhe profesionale me to. Të lutem, ma gjeni pak atë momentin kur Melania ja heq dorën Trumpit 2-3 herë, në fakt Trumpit në 2016, në 2017 kur ka qenë. Po edhe tani ka epizode. Pse kanë këtë dëshirë për të thënë që shiko, jeti po jam dhe unë? Është krenaria, është krenaria. Jo, s'ka lidhje, është një lloj ndjenje. Krenaria, qëndrimi, është një lloj ndjenje neverie. Mënyra se si nuk ka lidhje fare. Të paktën unë e shoh dhe jo domun, po dhe analizat që janë bërë. Ka një lloj neverie, do të një lloj dhe mimikat e fytyrës, shpeshherë në rastin e Melanisë këtë Trumpi dhe amerikanët e kanë vënë optik analizuese me gjitha detajet, ka një lloj neverie, një lloj mosdurimi, pra nuk të duroj dot, por tashmë jemi këtu. Dhe s'kam qa bëj, si me thënë. S'ka qa bëj, s'keta zonje parë e Amerikës. Nuk je zonje parë dhe ti bën atë rol së është ego personale, dakor. Por ama në raportin e drejt për drejt, dominanca e këtyre lloj, si të Trumpi nuk është Macron, është komplet profil tjetër, është për te, pra te kalon edhe atë se çdo njeri ka dhe një kufi, ka dhe një limit. Dhe kemi tani me sukseset e Macron, identifikon dhe suksesin individual dhe normalisht qëndrimi i saj, refuzimi për t'i dhënë dorën Brigida ka pushtet një Macronin, ka pushtet se është me madhe, ka pushtet se ka qënë zysha e ti, ka pushtet sepse është këshilltarja e ti, sukses e bëri president, është këshilltarja e egos së saj, patjetër të arritjeve të veta. Nuk ka quar as në drogë, as në vrasje. Në fakt kjo ndodh edhe tek marrëdhëniet e tilla. Zhej që burrat e suksesshëm zgjedhin gra të suksesshme, patjetër, sepse duan që të kenë, si thua, të ruajnë atë stabilitetin në marrëdhënie. Atë po një lloj barazie, dhe të eliminojnë ndjenjat e varësisë, dhe kjo është një gjë shumë e bukur. E zgjodhi ajo Macronin, që 15 vjeç. Tani, edhe modeloj, le të themi. Nuk është marrë me zorë aty dhe me dhunë, tani lutem, nuk është marrë kundër vullnetit të vetë. Çdo mashkull do ta dashuronte një grua, 24 vjet më të madhe. Do dinte shumë mirë se si ta iluminonte dhe ndriçonte jetën e vet. Pak më para, the një gjë me rëndësi të madhe që ne në dukemi një shoqëri maskiliste, por në fakt sa më lart të ngjiteshte. E vërtetë është. Kështu që vlerësove figurën e femrës, figurën e gruas. Prandaj po them nga zgjidhja e Macronit, ka dy mos rëu Macronin. Dashuronte një grua të fortë. S'është merita e Macronit këtu. Ky është problemi. Nuk është merita e Emanuelit. Edhe merita e tij sepse ka ditur ta mbajë atë grua deri tani. Patjetër që po. Patjetër që po. Është meritë e përbashkët. Nuk mbahet marrëdhënia vetëm me një palë të investuar. Besoj që është investim i përbashkët, apo jo? Vure pik. Bravo. Dëgjoj tani. Kjo është shpulla e dytë që ka Macroni brenda 2 javësh. E para që nuk ishte shpull, ishte presidenti Erdogan. Kur i dha dorën kështu, dhe jo kështu, ka dorën në këtë mënyrë, Erdogan e kapi që dorën direkt dhe i mbajti këtë gishtin dhe atë rishte. Mban mend? Nuk më kujtohet tani. Po, më kujtohet mua, këtu është, unë kam kujtes, kjo është e frikshmja në këtë histori. Erdogani kishte dorën tavolin, i zjati dorën. Macroni ja dha dorën si zonjë, Erdoganit, si zonjë, dhe tjetëri që është sultan, nuk i pranon këto mrekullira të Oksidentit, më kupton? Dhe ti mbajti gishtin, dhe gishtin që të roqi për poshtë dhe i thoshte ri këtu, ishte shumë simbolik. Pra, është hera e dytë që Macronit me anë të dorës i jepet të kuptoj diçka.
Ajo që... Jo, mos u përgjigj tani, dëgjoj, se ti se mban mend këtë, atë se mban mend. Jo, atë nuk e mban mend tani, po ta them. Me argumentin tënd, ajo që do ti të nuk kuptosh është jashtë kësaj teme. Nuk e kuptoj nga Erdogani. Erdhi Zysha, pra nuk e kuptoj nga baba Erdogan. Vjen Zysha, fap një suratit që të vish në vete. Po ajo nuk është një kështu na e bëni që ishim zënës. Na thoshte babi një gjë, se kuptoni, vjen shpull nga Zysha, ai kuptoni. Ai është një shtytje. Po shtytja në fytyrë, në atë lloj mënyre ne në Shqipt. Është shpullja orena, ç'shkjo tani. Nëse në Shqipëri ke burra që rihen pa fund nga gra tani mos na nëse dikur ti i vë dorën në fytyrë në atë lloj mënyre. Se është një fenomen që thjesht mbahet i fshehur. Prej turbit. Nuk jemi ta nuk është ai fenomen çështja Aurela. Ka dhe dhunë psikologjike pa fund, ka dhe dhunë fizike. Por që Macronit janë ngritur shumë pikë se nuk reagoj, kjo është e vërtet. Tani, përsa e përket, do të vëdhëm se diçka se do të kaloj publicitet, fakti i takimit të Macronit me Tayyip Erdogan ka një përbavi tjetër. Franca dhe Macroni është Franca kryesisht rezistente më madhe për afrimin në bashkinë europiane të Turqisë. Dhe ka qenë vetoja franceze për shumë vite që as Erdogani nuk e... Dhe ani është shumë politike. Sigurisht një gjest personal, kapi gishtin, për letë e kapi po gishtin, se po Franca mbetet Francë, gjithsesi. Dakord. Mirë, edhe Erdogani mbetet Erdogan. Erdogani është sultan, është shumë madh. Jo, nga shpjegimet Po me gisht, me kapi gishti... Jo, nga shpjegimet që janë dhënë, Porta e Lartë dhe është shkruar dhe në Hagia Sofia, sultani mban gishtin, ndërsa ata që konsiderohen poshtë janë që i mbahet gishti. Kështu që ai në një farë mënyrë tregon. Po çka pikërisht pra si ishte për te. Ma thuaj edhe një herë, të lutem, jemi një plan të parë Enikës, se nuk e shoh. Faleminderit. Enika shif nga kamera. Faleminderit, faleminderit. Se e tha dhe bukur në Hagia Sofia tha. Është e madhe shumë. Atë ma thuaj edhe një herë, lutem. Jo, Për një Europë që se ka dëgju kur këtë gjë, shif kamera dhe shpjegoja pak. Ideja është që, si thua, Porta e Lartit ka të shkruar që sultani është autoriteti suprem që qëndron mbi të gjithë, dhe na qenë ka shkruar në Hagia Sofia që sultani mban gishtin, ndërsa të tjerët janë, si thua, në varësi të tij. Janë të dominuar prej tij. Si do më thënë mban gishtin? Janë mban kështu? Mban gisht është metaforë. Metaforë, okej. Pra ndaj bërja televizi Erdogani. Pra do më thënë a i tha, si që kemi një të rejqë veshën. Po pra. Si është të rejqë veshën. Po pra, po. Pra ishte simbolike shumë. Ose është shtytja në fytyrë, që të bëjë unë ty? Se ne në fytyrë kemi atë pjesën, ndodh nga njerë nënat me fëmijë mund ta e bëjnë, shpesher e bëjnë, nëna pak më të dhunshme le të themi, që havën dorën fëmis këtu, zakonisht ke faqet, ja shtrëngoj dhe që të bëjë unë ty. Dhe ne nuk e dim kush ka qenë dialogu. Pikërisht është pa një dialog reminiscencë le të themi mësore në edhe rastin konkret. Megjithatë, aty ke më ashtu çik ajo që the për Melanin dhe Trumpin që the në veri, mos më duket në veri. Ka analizat e komunikimit, jo nuk ka lidhje me xhelozi. Xhelozi sepse Trumpi nuk mendoj që Melania të ketë një problem. Unë nuk flas, po them kaq, ti më kupto mimikën. Trumpi absolutisht dakord. Bën xheloze dhe Melania. Absolutisht dakord. Melania është në një nivel që s'ka nevojë për këtë gjë.